edhe dikush me na fol keq për luftën është e papranueshme. Kam dëgju në se s'po du më të shtu vujtjet se na emocionove gjithë, kam dëgju që edhe bashkëshortën bashkëshortën gati që 6 vite e kam me kancer. Unë me ty jena pas edhe ti nonën të ndjes, o ti inshallah e ka shku në xhenet, kam po në onkologji, ku e faleminderoj edhe doktorin nëse mirë për të hapësirë. Po, pa problem. Elir Kurtishin. Elir Kurtishin që ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm, edhe ende është për kujdesjen e shoqës. Po këta janë sfidat nga ana e Zotit. Pashtu ta përshëndes edhe pse kemi prezent komandant Molon me iniciativën të gjithë për luftëtarin, është me të vërtetë është briljant për çdo organizim që bën. Me gjitha është njeri dashur edhe është unifikues është shumë. Ka qef me po këtë bashkë luftarët. Shumë e vërtet, neve na vinë unifikim, nuk na vinë përçarje. Dashta më rikthy shkurtimisht para se me shku tek Basamol. Më kanë thonë kështu, domethënë gjatë bisedave Sela Ruçi, Rambo edhe Musa Smoli kur kanë qenë që ka pos edhe serb shkije ka pos të uniformu me uniformat të UÇK-s. Është e vërtet se kanë qenë me kamuflazh në uniformat të UÇK-s, kjo është e vërtet. Është e vërtet. Shiko pak ndoshta të rikthehem prapë te familja. S'ka problem, po. Te familja Vesela Ruçit, është një familje patriotike, i ka 3 vllazni të plagosur, Seferin, Samiun, edhe Rambo ka qenë, edhe në pritën e Muj Krasniqit, është një luftëtar briljant. Bravo. Bravo, e vërtet. Edhe Musa e ka atë rrëfimin e vet, jetës vet, ka vujt shumë. Shiko, zotri Sadri, tash në rast se nuk dim ne të harrojmë fjalorin, të harrojmë vlerën e të kalumës, duhet me pas shumë kujdes se çka flasim. Sigurisht. Se po i sheti dëshmit e gjalla jënë këto. Unë për çdo natë përballem me këto sfida. Për mu çdo luftëtar i Ilirisë, çdo kontribues, edhe përshëndes pej studios e jujt mrekullueshme, me regatën e dashur mos ta harrojmë. Bravo, dar të rritesh. Mos ta harrojmë, se ata kanë dhënë ato më të çmueshëm që na me pas furnizimin më për vijat e frontit. Shumë e vërtet. Unë s'di që të thëmë tjetër përveç se ti përshëndet të gjithë luftëtarët e Lirisë, i uroj shëndet në familjet e tyre, inshallah shteti na shkon për morë, edhe na do t'jem gëzoshëm, se shteti në rëse nuk shkon morë, as na nuk jem gëzoshëm, se këki shtet ndërtu me shumë sakrifis të modhe. Sigurisht. E vërtet.